Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tiri dhe Krisa japin fund marrëdhënies romantike, zbulohet shkaku. Krisa Caushi dhe Tiri Gjoci nuk kanë ndërmend të dalin nga vëmendja as pas përfundimit të Bigut dhe siç duket drama i ndjek edhe jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Çifti të cilët vendosën të hyjnë veçmas në Big, ndonse të gjithë prisnin ndonjë hyrje bombastike bashk, janë rikthyer fuqishëm në mediat roz, këtë herë jo për ndonjë deklaratë dashurie, por për një ndarje të supozuar dhe një lidhje të fshehtë që tronditi rrjetin. Po flasim për emrin më të nxehtë të momentit, Loredana. Po, Loredana, sipas tash themeve që po qarkullojnë si flak zjarri, Tiri dhe Loredana mund të kenë një gjë mes tyre që nuk është thjesht muzikë. Por Tiri, gjithmonë i qetë dhe me atë stilin cool, vendosi ta hedhë benzinën mbi zjarr në mënyrën më artistike të mundshme, duke postuar në Instagram një pjesë nga kënga e tij Lam tu mirë. Lam tu mirë, dashnia ime me dhimbje në zemër e them. Dhe si për të shtuar edhe më shumë mister, ai etiketoi Krisën. Çfarë bëri Krisa? E ripostoi menjëherë me një shënim që la të gjithë gojë hapur, paksa dhe ironik. I pabeq, shkroi ajo si për të treguar se po e marrin me sportivitet këtë telenovelë moderne.